Gjithmonë me dëgju ata me ardhë në Kosovë, me investu edhe realisht me hapë vendet të reja të punës dhe me ndimu në ekonomi. Po, nuk e dija ku më dëgju në ndajherë, ose nësha rrallë herë ose heq, me shku për Kosovës me investu në Gjermani e në Zvicër. Edhe atë natë në Stuttgart kemi bo një hapi kështu pak ma të mëhate. Edhe ishim disa mysafir, një ndër ta ka qeni ish ambasador i Kosovës në Gjermani, edhe përmendi që është një diçka, vetë fakt dhe që të kjo është diçka shumë e rrallë, se zakonisht e kina mërgata, kemi shku, kemi investu. Mirë po mendoj që kjo du të me qeni loj krenarie, loj të veçan që prej një biznes shqiptar me shku me hap zyre ose me investu në një vend jashtë Kosovës është diçka e arritën shumë e madhe. Me këtë gjatë, do të thotë, nuk ka qenë edhe vetëm ideja t'i hapim ato zyre për konsulta që t'sjellim pjesën e klientav. Një farë forme, Ozoni deshti kontribon edhe një paraqitje të kitë ndryshe për këta që vinë prej gjitha vende, se na klientat nuk i kemë vetëm Gjermanisë, Zvicëri ka, do më thonë, e kam cek shpesh në për emisione që i kemi në barë botës. Edhe një imazh me ndiku realisht edhe po ndikon, që me pa Kosovën edhe me shiku si një vend totalisht ndryshe, që ata e kanë një vizion mendjen e vetë, ose që ka kanë pa vetëm prej medjave, që na kanë paraqit. Ndikojmë në këtë pjesë, ndikojmë pashtu në medical tourism, sepse se cili klient që vjen, minimumi që ndronë 3 deri në 5 dit, ose rinë edhe ma gjatë, gjatë saj periude ka me qëndru me një hotel, gjatë saj periude ka me dalë në për dreka, darka, ka me shiku vendin, ka me marrë totalisht një përshtypje tash që atave që kanë pas të krijume. Diçka ndryshe, sepse sar na vinë me mandej me feedback pozitiv edhe për Prishtinë, edhe për Kosovën, edhe për krejt.